Partia Socialiste depoziton në kuvend nismë për ndryshimin e kodit të procedurës penale duke shtuar 7 funksione të tjera në listën e subjekteve që nuk pezullohen nga gjykata. Kryeministri Rama tha se gjyqësori as nuk mund të hyjë në territorin e ekzekutivit, ndërsa bëri të ditur se Balluku i ka ofruar 3 herë dorëheqjen. Kreu i opozitës Sali Berisha thot se nisma e socialistëve për ndalimin e gjyqësorit për të pezulluar zyrtarët e lartë është asgjësimi i drejtësisë. Ai nënvizon se me anë të kësaj nisme kryeministri kërkon të mbrojë veten dhe ministrat e tij. Kryeministri Rama ka nisur një vizitë zyrtare në Prishtinë ku po takohet me krerët më të lartë të Kosovës. Ai tha se pretenca për ish krerët e UÇK-s është varrosje e tyre për sigjalli, ndërsa zbuloi se Vjosa Osmani është kërcënuar për shkak se nuk ka lejuar prokurorët të dhunojnë institucionin e presidentit. Ministria e Financave vijon të vënojë çdo afat i aktet në ligjore për ligjin e basteve online. Deputetja e Partisë Demokratike Jurita Tabaku thotë se tregu po mbahet qëllimisht në kaos për të favorizuar interesa të caktuara dhe duke rritur informalitetin. Mbretëria e Bashkuar po planifikon të ndalojë rrjetet sociale për të miturit nën 16 vjeç. Kryeministri Starmer thotë se kjo synon të mbrojë fëmijët nga teknologjia. Nisma ligjore pritet të hyjë në fuqi gjatë verës së ardhshme. Asamblea e Përgjithshme konfirmoi me vot unanime Armand Dukën si president të Federatës Shqiptare të Futbollit edhe për një mandat tjetër 4 vjeçar. Risi në komitetin e ri ekzekutiv ku 5 anëtarë të tij u zgjodhën për herë të parë. Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15:30 në televizionin Klan. Do të jemi së bashku me zhvillimet më të fundit deri më tani. Kryeministri Edi Rama dhe 2 deputet të tjerë të Partisë Socialiste depozituan në kuvend nismën për ndryshimin e kodit të procedurës penale duke shtuar 7 funksione të tjera në listën e subjekteve që nuk mund të pezullohen nga gjykata. Kreu i qeverisë tha se gjyqësori as nuk mund ta amendojë më që të hyjë në territorin e pushtetit ekzekutiv. Me firmën e kryeministrit Rama, Ulsi Manjës dhe Tauland Ballës, socialistët dorëzuan në kuvend draftin me ndryshimet ligjore që synon të mos lejojë gjykatat të pezullojnë nga detyra ministrat apo drejtuesi mbajnë poste kushtetuese. Dokumenti u prezantua nga kryetari i Komisionit të Ligjeve në mbledhjen e grupit parlamentar të socialistëve dhe parashikon që në nenin 242 të kodit të procedurës penale, që nuk lejon aktualisht pezullimin nga detyra vetëm të deputetit dhe kryebashkiakut, të shtohen edhe 7 subjekte të reja. Dhe ky rreth subjektesh shtohet me presidentin e Republikës, avokatin e popullit, kryeministrin, zëvendës kryeministrin dhe ministrat, antarët e gjykatës kushtetuese dhe kryetarin e kontrollit lartë të shtetit. Ndonse nga juristët e maxhorancës, ky ndryshim u argumentua si boshllok juridik. Kryeministri Rama teksa komentoi pezullimin e rastit Balluku, e cilësoi nga ana e drejtësisë së re një debat absurd që nuk cënon personin, por funksionimin e institucionit. Një rast unikal si shtai në mbar botën, kur një prokuror pezullon pa një vendim gjykate një antar të kabinetit qeveritar, ndaj dhe pezullimin e sheh si të papranueshëm. Boshllëku është në trut e atyre që nuk i dhanë drejtim bazuar në frymën e kushtetutës, modelin demokratik të ndarjes pushteteve, jo në të gjithë Europën, por në të gjithë planetin. Ajo që e bën skandalos, të pa justifikueshëm dhe të papranueshëm pezullimin nga një prokuror dhe një gjykatës në një seancë paraprake, pa filluar akoma as gjyqi për një antar të kabinetit qeveritar, është fakti se pezullimi nuk cënon personin, i cili prezumohet që është në një proces hetimi. Pezullimi cënon funksionin. Prerazi tha se me këto ndryshime ligjore nuk cënohet as pak pavarësia e gjyqësorit, por vendosja e një kufiri mes pushteteve për funksionimin e shtetit demokratik. Mosvendimi bën që kufiri ndarës midis pushteteve të jetë si ato gardet me një vrim ku hyn e dalin qend dhe mint. Dhe ne këtë nuk mund ta lejojmë. Po pse vetëm pushteti gjyqësor është i pavarur në Shqipëri? Të tjerët janë të gjithë të varur nga pushteti gjyqësor? Nga të vetët kërkoi që të mos i lidhin këto ndryshime me çështjen Balluku, ku për herë të parë konfirmoi se zëvendës kryeministria ja kishte dorëzuar 3 herë në tavolinë dorëheqjen nga detyrat që i kishte ngarkuar. I kam atje në dosje 3 herë. Sepse dorëheqje nën presionin e
Një fuqie që ka dalë nga territori vet dhe është futur në territorin e pavarësisë pushtetit ekzekutiv nuk ka. Unë nuk e pranoj dorëheqjen deri kur të plotësohen kushtet. Për të shuar çdo alibi se këto amendime erdhën në një kohë kur GKK-ja kërkon arrestimin e Belinda Ballukut. Rama tha se kuvendi do të shprehet fillimisht për imunitetin e zëvendës kryeministres e më pas për ndryshimet ligjore. Kjo nuk ka lidhje me rastin konkret. Rasti konkret ka rrugën e vet. Në mbledhjen e grupit parlamentar, Rama paralajmëroi se këto ndryshime do të pasohen nga të tjera amendime që sipas tij kanë për qëllim forcimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe jo ndërhyrjen në sistemin e drejtësisë. Kreu i opozitës Sali Berisha thot se nisma e socialistëve për ndalimin e gjyqësorit për të pezulluar zyrtarët e lartë është asgjësimi i drejtësisë. Ai nënvizoi se me anë të kësaj nisme, kryeministri Rama kërkon të mbrojë veten dhe atë që ai e cilëson si band plaçkitëse. Për Sali Berisha, nisma e majorancës përmes së cilës synohet që gjykata të mos lejohen që të pezullojnë ministrat, është asgjësimi i sistemit të drejtësisë. Po kalon në asgjësimin e sistemit të drejtësisë në miratim në ligjeve për të mbrojtur veten e tij dhe banden e tij plaçkitëse qeverinë. Ndryshe nga kryeministri, Berisha thot se pezullimi është ndëshkim për ata zyrtar të lartë që vjedhin në emër të pushtetit. Është një drejtë e institucionit të akuzës dhe gjykatave e sankcionuar dhe në opinionin e Këshillit të Venecias në rastin e kodit procedurës penale të Kosovës, pezullimi në mënyrë absolute nuk nënkupton pezullimin e asnjë funksioni, nënkupton ndëshkimin të zyrtarëve më të lartë që përdorin pushtetin për të vjedhur. Berisha i bëri thirrje autoriteteve ndërkombëtare që tetojnë presionin që sipas tij, kryeministri i ka bërë gjyqtarëve të kushtetueses për çështjen Balluku. Tetohen të gjithë telefonatat e tij të bëra edhe pas mesnate, marrjen e tabulateve të numrave të gjithë familjes tij, kërcënimet e tmerrshme që janë bërë gjykatësve, që të votojnë përzimin e anullimit. Edi Rama si kërkoi të shkarkojë zëvendës kryeministren, teksa tha se i njëjti mesazh i është kërkuar kryeministrit edhe në Bruksel. I thanë se nuk tolerojmë në mënyrë absolute asnjë ndërhyrje, ky është mesazhi i Brukselit. Së dyti, shkarkoje me njëherë Lubin. Të njëjtat akuza në adresë të Edi Ramës i vijoi edhe në SPAK, ku ishte në zbatim të masës detyrim paraqitje, ku paralajmëroi votën kundër në parlament ndaj ndryshimeve të sjella nga socialistët. Ne jo që s'do ta votojmë, por ne do ta kundërshtojmë atë në mënyrën më të fuqishme dhe 20 shkurti do të jetë dita e kryengritjes madhe kundër korrupsionit. Sipas kryedemokratit, këto ndryshime ligjore i mbyllin Shqipërisë dyer drejt integrimit në familjen europiane. Këshilli për mandatet dhe imunitetit do të mblidhet më 23 shkurt në orën 10 për shqyrtimin e kërkesës së prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit me qëllim arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Socialistët janë shprehur më herët se do të prisnin zbardhjen e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe botimin e tij në fletoren zyrtare. Ndërkohë Belinda Balluku vijon të jetë pezulluar nga detyra. Në prag të festës së pavarësisë, kryeministri Edi Rama ka nisur një vizitë zyrtare në Prishtinë, ku po takohet me krerët më të lartë të Kosovës. Ai tha se pretenca e speciales për ish krerët e UÇK-s është varrosja e tyre për së gjalli, ndërsa zbuloi se Vjosa Osmani është kërcënuar për shkak se nuk ka lejuar prokurorët të dhunojnë zyrën e institucionit të presidentit. Teksa në Hag vijon gjyqi për ish krerët e UÇK-s, kryeministri Edi Rama udhëtoi këtë të hënë drejt Kosovës. Para takimeve zyrtare mori pjesë në promovimin e librit të ish diplomatit Ahmet Shala, ku gjatë fjalës së tij foli për padrejtësinë e madhe që po përjetojnë Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi në gjykatën speciale. Ata 4 burra nuk u armatosën për të ndërtuar një politik shfarosje, por armatosën kundër një politike shfarosje. Ata nuk u armatosën për të imponuar sundimin e tyre në një territor të huaj, por armatosën për të hequr qafe sundimin e të huajve në tokën e tyre.
Gjatë fjalimit zbuloi se presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është kërcënuar për rreth 2 vite për shkak se nuk ka lejuar që prokurorët e Hagës të dhunojnë zyrën e presidentit. Të gjë nuk e dini sepse nuk është thënë asnjëherë, por po e them sot. Është kërcënuar sepse nuk ka lejuar që prokurorët të dhunonin zyrën e institucionit president Kosovës, se me demek do kërkonin edhe aty provat e krimeve kundër njerëzimit. Gjë që natyrisht do ta vendoste Kosovën në sytë e botës si një shtet ku deri në zyrën e presidentit gjenden prova për krime kundër njerëzimit. Propozimin e prokurorëve për 180 vite burg, kryeministri Rama e konsideroi një përpjekje për të varrosur përsëgjalli i shkrerët e UÇK-s. Nëse Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi duhet varrosen për zgjalli, atëherë duhet vazhdojnë arrestimet. Duhet arrestohet Bill Clintoni, duhet arrestohet Javier Solana, duhet arrestohen Tony Blairi, nuk diskutohet. Edhe presidentja Vjosa Osmani e konsideroi pa drejtësi gjykimin e krerëve të UÇK-s në Hag, ndërsa nënvizoi sakrificën e atyre që udhëhoqën luftën çlirimtare. Ditët më të errta për popullin ton, Kosova pati bi e bija që udhëhoqën luftën ton çlirimtare dhe i dolën Zot atë dheut, duke dëshmuar se liria ishte më e shtrenjtë se sa edhe vet jeta. Libri ish diplomatit Shala i kushtohet gjykimit në Hag për krime lufte kundër ish krerëve të UÇK-s dhe padrejtësive me të cilat ata janë përballur gjatë procesit 5-vjeçar. Për të mësuar më shumë rreth vizitës së kryeministrit Edi Rama në Kosovë, do të shkojmë tani drejt për drejt në lidhje me gazetaren ton Blerta Dallushi Berisha nga Prishtina. Blerta, çfarë takimesh të tjera pati kryeministri Rama në Kosovë? Përshëndetje, po sapo ka përfunduar takimi ndërmjet dy kryeministrave, kryeministrit të Kosovës dhe kryeministrit të Shqipërisë. Saktësisht 37 minuta ka zgjatur takimi ndërmjet të dy kryeministrave, ndërsa nuk ka pasur deklarata për media pas takimit. Rama paraprakisht është takuar edhe me presidentën Vjosa Osmani, ku kanë diskutuar për intensifikimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në tekst të veçantë në politikën e jashtme. Gjithashtu kanë diskutuar edhe për koordinimin ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, sa i përket pjesëmarrjes së të dy vendeve në bordin e paqes. T'ju rikujtoj që takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës dhe Shqipërisë është i pari pasi është rikonfirmuar Albin Kurti si kryeministër për herë të tretë, ndërsa kohët e gjatë nuk janë takuar dy kryeministra, gjithashtu nuk kemi pasur as mbledhje të përbashkëta. Ka një kohë të gjatë ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe të Shqipërisë. Por Blerta, si do të vijojë agenda mëtej e kryeministrit Rama në Kosovë? Kryeministri Rama gjithashtu do të mbajë një ligjërat për studentët e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, si dhe të gjimnazit Sami Frashëri këtu në Prishtinë, për të vazhduar më pas, për të kthyer më pas në Tiranë, ndërsa nuk do të qëndroj gjatë ditës së nesërme për aktivitetet që do të zhvillohen për nder të pavarësisë. Këtu do të jetë presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, ku përveç aktiviteteve sa i përket ditë 18 dhjetorit të pavarësisë së Kosovës, gjithashtu do të zhvillohet në orën 14 edhe një protest në mbrojtje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në sloganin drejtësi jo politik. Qartë, Blerta, të falenderoj për raportimin tënd nga Prishtina, ndërkohë ne do të ecim mëtej avokatët të mbrojtës të 4 ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag, hodhën sot poshtë të gjitha pretendimet e prokurorisë. Sipas tyre, akuza nuk solli asnjë provë për të mbështetur pretendimet dhe se dënimi me 45 vite heqje lirie është jashtë çdo logjike. Në gjykatën speciale të Hagës ishte radha e gjyqtarëve të kërkonin sqarime nga avokatët të mbrojtës dhe nga prokurorët mbi akuzat e ngritura ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Avokati i mbrojtës Hashim Thaçit bëri të qartë që në fillim se barra e provës i takon prokurorisë dhe se ajo dështoi të mbështeste pretendimet e saj.
Tribunali i Hagës konkludoi se udhëheqësi serb Milutinović nuk kishte përgjegjësi penale në Kosovë pasi ishte figurë politike që nuk pati kontroll në forcat e RFJ-s. Prokuroria po i kërkon të konkludoni se pavarësisht se një udhëheqës serb i një shteti të organizuar nuk ka pasur përgjegjësi penale për krime lufte e krime kundër njerëzimit, ju duhet të konkludoni se udhëheqësi i shqiptarëve të Kosovës, një grup i armatosur për disa muaj, ka pasur kontrolle përgjegjësi. Kjo do të ishte padrejtësi historike. Rodney Dixon, avokati që mbron Kadri Veselin, u shpreh se prokuroria anashkalon krimet që ka bërë ushtria serbe në Kosovë. Prokuroria nuk ka asnjë provë kundër Veselit, ndaj duhet të shpërndahet në të gjitha çështjet si në cirk. Dëshpërimi të bën qeshara kur nuk ke prova. Provat janë e vetmja rrugë që duhet të ndjekin prokurorët. Nëse nuk ke prova, mos ngrihe akt akuz. Mbrojtja e Jakub Krasniqit theksoi se kërkesa për një dënim 45 vjeçar është jashtë çdo logjike. Në mënyrë të gabuar, prokuroria përpiqet që të lidh praninë e zotit Krasniqi me disa vende krimi të pretenduara, me kryerjen e krimeve pa dhënë ndonjë dëshmi të vetme apo provë të vetme nëse ka parë ai persona të ndaluar në ndonjë vend apo nëse prania e tij ka kontribuar në ndonjë mënyrë në kryerjen e krimeve. Ndërsa avokati Recep Selimit e sfidoi prokurorinë speciale se me akuzat e ngritura shkon deri tek emria Adem Jasharit. Sipas prokurorisë, bie që edhe Adem Jashari është një antar i pretenduar i ndërmarrjes kriminale, por nuk ja përmendin emrin. Nuk mund të diskutosh thelbin e ndërmarrjes së përbashkët kriminale dhe të pretendosh që çdo antar i lartë në UÇK pas ka qenë pjesë e kësaj ndërmarrjeje. Pas dhënies së plotë të sqarimeve nga avokatët, do të jetë radha e të akuzuarve të shprehin pretendimet e tyre dhe më pas gjykata speciale do të tërhiqet për të marrë vendimin. Një rezolut e mbështetur nga 30 deputet zviceran në mbështetje të ish krerëve të UÇK-s është dorëzuar sot në gjykatën speciale të Hagës. Ajo është iniciuar nga shoqata Zëri Perëndimor i Kosovës dhe është mbështetur nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s. Në rezolut kërkohet nga gjykata e Hagës të jetë e drejtë dhe e panshme dhe e barabartë. Nënshkruesit apelojnë që ndaj ish krerëve të UÇK-s të respektohen parimet themelore të shtetit të së drejtës dhe fryma e statutit të Romës i ratifikuar dhe miratuar nga Parlamenti zviceran. Ministria e Financave vijon që të vënoj jashtë çdo afati aktet në ligjore për ligjin e basteve online. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku thosë se tregu po mbahet qëllimisht në kaos për të favorizuar interesat të caktuara duke rritur informalitetin në nivele alarmante. Amullia e krijuar në tregun e basteve online për shkak se Ministria e Financave nuk miraton aktet nën ligjore të ligjit që rregullon këtë aktivitet nuk është rastësore, por është e qëllimshme. Ky denoncim vjen nga deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, e cila thotë se kjo është një praktikë e njohur për të krijuar hapësira abuzimi dhe në këtë mënyrë informaliteti është rritur në nivele alarmante. Është e zakonshme për këtë qeveri që bazuar mbi interesa të caktuara, në këtë rast të basteve, harton ligje, legjislacion bazë, kuadër dhe më pas e lë situatën abuzive. E lë atë në amulli. Hartimi i një ligji bazë pa rregulla të sakta dhe të qarta dhe transparente për zbatimin e këtij ligji sigurisht që krijon problematik në implementimin, por njëkohësisht dhe në institucionet që duhet ta zbatojnë këtë ligj. Sipas Tabakut, përgjegjësia ka emër dhe dështimin e hartimin e rregullave teknike po ushqen drejt për drejt ekonominë informale. Ministria e Financave, Këshilli i Ministrave janë përgjegjës për hartimin e vendimit të Këshillit të Ministrave. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për një vendim Këshilli i Ministrave, këtu bëhet fjalë për një sër vendimesh të cilët duhet kishin hartuar sipas ligjit 6 muaj brenda hyrjes në fuqi të ligjit. Pasojat lidhen me faktin që kemi një ekonomi informale që është rritur. Edhe kjo i shkon ekonomisë grin. Shqipëria sot ka 30% të ekonomisë së saj informale. E llogaritur dhe duke pasur parasysh dhe këto elemente të tjerë, gjykohet që ajo shkon deri në 40%. Në fund të ditës kjo dëmton sipërmarrësit e ndershëm. Janë sipërmarrësit që paguajnë taks. Raportimet e televizionit Klan kanë treguar se pavarësisht ndalimit, bastet në rrugë informale janë lehtësisht aksesueshme, madje edhe nga të miturit. Tabaku ngre alarmin se paqartësia ligjore dhe ndryshimi i shpeshtë i rregullave të lojës po përzën investitorët serioz perëndimor. Përlorët e fatit pati një aksion të qeverisë në vitin 2015 për t'i mbyllur ato dhe më pas u tha që nuk do të lejoheshin më, por qëllimi i qeverisë ishte që të përqendrohesh në pakduar, që të kontrollonin licencat dhe më pas u lejuan edhe ato online. Në 12 vite 60 herë kanë ndryshuar ligjet e taksave. 180 vendime qeverie ka pasur për ndryshimin e ligjit të taksave dhe kjo krijon pasiguri tek investitorët.
jo më kot në Shqipëri nuk vinë më investitorë perëndimor. Mungesa e akteve nënligjore ka bllokuar proceset e licencimit, ndërkohë bastet ilegale po ulëzojnë me shpejtësi. Ekspertët përllogarisin se humbjet në arkën e shtetit nga taksa dhe punësimi arrin afro 100 milion euro në vit. Ministria e Financave nuk ka ende një datë kur do të bëhet funksional ligji i basteve online dhe refuzon të përgjigjet se kur do të miratojë aktet nënligjore apo arsyet se pse ato nuk janë miratuar. Si pasojë e mos miratimit të akteve nënligjore, prej 2 vitesh shteti nuk mbledh asnjë të ardhur nga aktiviteti i basteve online, ndërkohë paratë e shqiptarëve përfundojnë në llogari të pakontrolluara online ose në kompani të huaja jashtë territorit të vendit. Ndërkohë, sa i takon Ministrisë së Financave, mbetet për tu parë nëse do të ketë një qëndrim sa i takon akuzave të ngritura nga deputet apo grupe interesi, do të miratojë aktet nënligjore apo do të vijojë ta mbajë në informalitet këtë sektor, duke i shkaktuar miliona euro në vit dëm arkës së shtetit. Pezullohet nga detyra drejtori i financës në agjensinë e mbikëqyrjes policore sipas prokurorisë. Dyshohet se ai ka punësuar në mënyrë të paligjshme në këtë agjensi Muçi Shalianin, i cili u vra përgjatë atentatit në Rina së bashku me Gilman Dodanin. Edhe pse procedura e punësimit pranë agjencisë së mbikëqyrjes policore është me konkurrim dhe bëhet përmes verifikimeve nga komisionet të posaçme, Muçi Shaliani, i vrarë në atentat me Gilman Dodani në nëntor, ka qenë punësuar brenda 4 ditësh punë. Koha e shkurtër për prokurorinë e Tiranës tregon se asnjë nga procedurat e parashikuara në ligj nuk është ndjekur. Për këtë, akuza e kryeqytetit njoftoi këtë të hënë se pezulloi nga detyra drejtorin e financës dhe burimeve njerëzore në AMP, Gëzim Sala, i cili rezulton nga hetimet të ketë shpërdoruar detyrën me urdhrin e punësimit. Ky shtetas kërkoi të punësojë në AMP më 9/9/2025 dhe pranimi i tij më 15/9/2025 nëpërmjet një urdhri rezulton haptasi në kundërshtim me ligjin. Rekrutimi i punonjësve të AMP-s bëhet nëpërmjet konkurimit, shpalljes së vendeve vakante, krijimit të komisioneve përkatëse, testimit, verifikimit përfundimtar. Në urdhrin e punësimit të tij, me të cilin është lidhur edhe marrëdhënia financiare, përcaktohet motivacioni, pranohet me kontratë të përkohshme dhe për nevoja emergjente. Po ashtu hetuesi thon se Shaliani është paguar rregullisht nga data 16 shtator deri në 11 nëntor të 2025-s, kur edhe u vra në atentat pa u paraqitur asnjëherë në punë apo pa zhvilluar ndonjë detyrë. Gjykata e posaçme nisi gjykimin në themel të dosjes së njohur si Metamorfoza, ku të pandehur janë biznesmeni Pëllum Gjoka, Behar Bajri dhe Edmond Preka. Në këtë proces, PAK kërkoi pyetjen e 40 dëshmitarëve lidhur me vrasjen e Gjin Boriçi dhe sigurimin të kushteve për të kryer vrasjen e Kleanthi Mosabelli. Në seancën e kësaj të hënë pati debate mes avokatëve dhe prokurorëve të posaçëm mbi komunikimet në aplikacionin Sky. Seanca u shty pasi avokatët kërkuan kohë të njihen me përmbajtjen e provave. Mbretëria e Bashkuar po planifikon të ndalojë rrjetet sociale për të miturit në 16 vjeç si pjesë e një plani masash që synon të mbrojë fëmijët nga teknologjia. Nisma ligjore pritet të hyjë në fuqi përgjatë verës së ardhshme. Mbretëria e Bashkuar bëhet vendi i radhës europian që po mendon të ndalojë rrjetet sociale për të miturit në 16 vjeç. Sipas The Times, një masë e tillë mund të hyjë në fuqi që këtë verë pas përfundimit të konsultimeve. Qeveria synon gjithashtu të kufizojë kohën që fëmijët kalojnë në aplikacione me scroll në përpjekje për të reduktuar ekspozimin ndaj përmbajtjeve të dëmshme. Për këtë qëllim, kabineti ka nisur procedurat për ndryshimin e aktit të sigurisë online për të detyruar ofruesit e chatboteve të zbatojnë detyrimet për heqjen e përmbajtjeve të paligjshme. Kryeministri britanik tha se qeveria e tij duhet të veprojë shpejt për shqetësimin e moshës, për pajisjet teknologjike, aplikacionet dhe përmbajtjet e papërshtatshme që i ofrohen fëmijëve. Më herët në Europë, pas Francës, e cila ndaloi me ligj përdorimin e rrjeteve sociale nga fëmijët, kanë deklaruar se do të ndjekin të njëjtin shembull edhe Spanja, Greqia dhe Çekia. Asambleja e përgjithshme konfirmoi me vot unanime Armand Dukën si president të Federatës Shqiptare të Futbollit edhe për një mandat 4 vjeçar. Risi në Komitetin e Ri Ekzekutiv, ku 5 anëtarë të tij u zgjodhen për herë të parë.
Armand Duka është rizgjedhur si presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit për një tjetër mandat 4 vjeçar. Në asamblen zgjedhore të zhvilluar këtë të hënë, numri 1 i futbollit në vend u votua unanimisht nga të gjithë anëtarët pjesëmarrës. Me unanimitet të plotë jeni zgjedhur presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit. Në fjalën e tij, kreu i FSHF-s premtoi se do të vijojë punën për projektet në zhvillimin e futbollit. Ju premtoj që ne do të bëjmë maksimumin që federata jonë dhe loja jonë, futbolli jonë, kampionati, ekipet kombëtare, zhvillimi i infrastrukturës dhe stabiliteti financiar i FSHF-s të jenë në nivelet maksimale në vitet e ardhshme. Uroj që ne të gjithë bashkë të jemi pjesë e kampionatit botëror 2026. Zëvendës presidenti i UEFA-s Gabriele Gravina tha se kjo është dita që përcakton të ardhmen e futbollit. Sot është një ditë feste, një ditë ku hidhen bazat për ndërtimin e një vizioni për të ardhmen e futbollit tuaj, që në fakt është edhe futbolli ynë, është futbolli i Shqipërisë dhe futbolli i Europës sonë të mrekullueshme. Ky është mandati i 7 i Armand Dukës në krye të institucionit të futbollit në vend, ndërsa në këto zgjedhje ishte i vetmi kandidat i propozuar nga anëtarët. Gjatë kësaj asambleje u zgjodhen dhe anëtarët e komitetit ekzekutiv për 4 vitet e ardhshëm, ku 5 prej tyre janë të rinj: Blendi Fevziu, Armando Cungo, Geri Çipi, Erin Resuli dhe Edmond Asambelli. Dhe këtu kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë Minuta Kopshe.